Në 2 raste, gjatë kësaj bisede përmend babin. Njëherë mati nëse nuk gaboj, kam dëgju një intervistë t'jujen, mund të ta gaboj. Por nëse e gaboj, me përmisoj lutem. Patjetër. Vazhdimisht fillon të thrasin vajza e cimës. Dhe ju reagut, thatë se unë jam Adelina Thaçi. Ju keni një prind i cili është emër i estradës dhe emër i kulturës dhe i artit në përgjithësi, në veçanti i humorit. A ju ka ndihmu kjo dhe a keni ndonjë rast kur ju ka pengu? Në fakt, tani sa herë flas për babin, sepse fillimisht ai është prindi jem, ndjes past, edhe ka qenë, përveç si prind, ka qenë shoku im më i mirë. Në asnjë moment s'ka qenë pengesë, përkundrazi. Në momentin që unë kam vendos me u marrë me këngën, një gjë ma ka thënë. Vajza em, dush me punu fort, nuk është rrugë e lehtë, për babin kime pas mbështetje gjithmonë. Ata kam pas mbështetje në gjitha aspektet. Se natyrisht gjithmonë tek ne, po nështa edhe në përbot, është ajo tendenca kur thonë, baba humoristi, tash ka me ndihmu vajzën, tash edhe fmi dojnë me hy në qatë rrugë. Po në fakt, unë e kam dëshmu si një interpretuse me krejt mundin tim, si një këngëtare profesioniste, edhe kjo që e përmendet ju ka qenë si formë shakaje. Gjithmonë thënë të babi, shumë shpejt erdhë kjo kohë që tash kanë me thonë baba i Adelinës, e jo vajza cimës. Dhe me thënë gjithmonë e përdorshim kështu me formë humori, se ka pas një... Por që unë jam shumë krenare, fillimisht që ka ndihmu në një farë forme, më ka tregu edhe sfidat, po dhe të mirat e kësaj rrugë artistike, sepse në fakt çdo profesion i ka edhe të mirat, po i ka edhe sfidat. Edhe është fat në këtë rast, kur ti e ke prindin ku në një farë forme edhe ta trason rrugën, është si mbështetje. E pastaj, momentin që i merr krahët që thojnë edhe forcohesh, atëre prindin pastaj gjithmonë e ke përkraje, por që kur mbarova shkollën, e kisha dhënë një farë përvoje, pastaj natyrisht nuk ka qenë nevoja, po gjithmonë jam konsultu. Megjithatë, sepse rrugtimi ka nisë pikërisht prej mbështetjes babait.